Faqa parë do të kishte një krye artikull që ishte jehona e politikës së ditës së partisë. Kjo ishte si një ajo që është krye artikull, që botosh faqen e parë, ishte si një traktat. Si një traktat. Ti do thoshe, do deklamoshe që kështu partia, kështu masa, kështu etj. Për t'i dhënë me shtetje asaj që thotë partia. Këto lloj shkrimesh bashkë nganjëherë me emra, emri do të ishte, unë nuk isha të drejtë edhe po doshe unë me bë një krye artikull, nuk isha i besueshëm në atë shkallë sa me bë një krye artikull, do të kishte besueshmërinë. Dhe këtë e bazë zakonisht krye redaktori ose një instruktor i komitetit qendror etj. Kjo ishte e para, faqa parë. Faqa dytë dhe faqa tretë duhet ishin të kujdesshëm, duhet ishin me shkrime të kësaj natyre, shkrime politike. Pastaj ishte ajo që quhet reportazh. Reportazhi ishte pak më i çlirshëm, e vetmja gjini letrare që mund të manovroshte pak. Reportazhi ishte do shkoshe në një minier të bashkë një shkrim për minator. Dhe aty pastaj varesh nga sa i talentum që ishe. Ti po t'ishe skematik thoshe shkova në uzinë, punëtorët e kënaqur, të lumtur etj. Po t'ishe njeri që doshe me tregu realitetin gjeshe një mënyrë për t'i përshkruar në mënyrë njerëzore të që përshkruash. Madje edhe varfërinë e tyre. Do të varesh, dhe e vetmja mënyrë që mund të manovrosh në këto gazeta partijake ishte gjinia e reportazhit. Po që mund ta bashe me rrena fillim e marimave të botoshin. Më kanë pasur njëherë, me bë një reportazh tek kombinati tekstileve në Berat. E shkova me barmatratun, e them bardhë të shkojmë. Ku shkojmë aty, na morën se kështu, si spiuna që kemi ardhur me hellner kombinatin, edhe na përzunën. Atëherë njëtja fillim me marim kështu plumat e krijoshim fantazi. Harkime dhe ai doli reportazh shumë i mirë na lavdruan. Nuk ishte. Ishte raporti me të vërtetën. Gazetari shqiptare ka qenë një propagandë e gënjeshtrës. Ishte promovimi i gënjeshtrës, përhapja e gënjeshtrës, përpjekja që gënjeshtën për ta bërë të vërtetë. Dhe kjo ishte e përgjithshme. Thot bile një gazetar amerikan ku përshkruan gazetën Pravda në ato vite, Pravda në Rusisë. Thotë Pravda është një gazetë thotë që e lexon dhe nuk ndoll asgjë. Ti s'merr vesh që njerëzit kanë gëzime, nuk ka asnjë gëzim. Është një mërzi e madhe dhe ajo që ka ndodhur një ditë, ka ndodhur ditën tjetër dhe ka ndodhur ditën tjetër. Domethënë është një divorc total me realitetin. Ti do krijosh një realitet imagjinar, siç e don partia, dhe është një gënjeshtër. Mërna kësaj, nëse ti ke ndërgjegje të njëshme, ti revoltosh dhe ti mundohesh të fusësh diçka të vërtetë. Dhe qoftë edhe grimca të vërtetës që i shpërndan me marifet këtu ose atje, kishte një rezonancë të mehershëm, lexuesit e kuptoshin, me herë kapshin dhe ti lexoshin me qejf. Ka pas. Aty pse se kinemaja ishte arti më propagandistik. Do thënë, që nga përsaktimi i Leninit me të ardhur në pushtet, me herë ai kuptoi që kinemaja është aleatja më e madhe e gënjeshtrës. Dhe Lenini vetë, në atë kohë ishte një regjisor genial. Me herë kjo e mori Eisensteinin, se pa që Eisensteini është gjeni. Por ai e deformoi talentin e vet, sepse u vu në shërbimin e propagandës së Leninit. Dhe gjithaj gjeni që kishte pikpamje të jashtëzakonshme dhe teorike, estetike për kineman. Ato pikpamjet estetike, filmat e tij janë modele që bëhen në institutet e kinemas në Londër, në Amerikë,
Tana e talenti i jashtëzakonshëm filloi dhe u shkatru komplet se filloi me bë filma propagandistik. Dhe sado gjeni që t'jesh, nëse ti nuk e respekton të vërtetën, nëse vesh në shërbimin e gënjeshtërës, ajo ka një toll për të paguar. Shikuesi, lexuesi nuk të beson. Gazeta që ishin partijake, që ishin të përditshme, ishin më të cenzurume, sepse këto ishin gazeta që lexonte udhëheci i partisë. Do ta në Hoxha shkruan që unë filloj ditën duke lexuar Zërin e Popullit dhe gazetat e tjera. Marr një kafe dhe lexoj shtypin e ditës. Do ta ai kontrollohet çdo gjë. Dhe natyrisht në këto gazeta cenzura ishte më e fortë, sepse këto gazeta lexoheshin prej antarëve të partisë, nga masat, dhe ato ishin, po të shifshin diçka të vogël, ato me një shkushin e ndërhogjës. Gazetat politike ishin më të cenzurume dhe si rrëdhim dhe kishin më tepër autocenzurë. Mu më ka qëllu të shkruaj një herë një shkrim për Zërin e Popullit. Më interesonte që nëse komiteti i partisë ose 20 partijat më shifshin si armik, atëherë mu do të bashkë një shkrim të Zërit e Popullit që të rehabilitoshe veten, që të fitoshe liri për shkrimet e mia, të kompensoshe. Kështu që kur shkruajshe për Zërin e Popullit, unë isha bashkë një njeri tjetër, sepse unë e kuptoshe që nuk pambotojnë, dhe mu do të që me tërguj një fytyrë tjetër, sikur jam i partishëm, me qëllim që të shkruaj një poezi të lirë. Kështu që ishte me një autocenzurë e kalkulume, po ju nuk e keni fjalën për autocenzurën e kalkulume, të vetëdijshme, ju keni fjalën për autocenzurën e vetëdijshme, që ishte të shumica njerëzve. Autocenzura e vetëdijshme mund të ishte tek njerëzit në proporcion të zhdrejt me talentin. Sa më i talentuar që t'ishte njeriu, aq më pak kishte autocenzurë. Pse? Sepse talenti është baraz me lirinë. Mungesa talentit ka skllavërinë. Liria artistike nuk është e barabartë me lirinë politike. Dostojevski ka qenë një burgosur në burgjet e Siberisë, në burgjet më të këqija që ka njohur njerëzimi. Dhe duke qenë i burgosur në burgjet e Siberisë, ai shkruante romanet më të lira. Pse? Sepse liria është diçka e brendshme. Unë mund të them që nga 88 kur liberalizu më tepër, unë kam butu 4 faqe gazete, në 4 të diela kam butu nga kujtimet e Churchillit, nga memuaret e luftës e Winston Churchill. Dhe ishte hera parë që botoshin kujtimet e Churchillit. Churchilli gjithmonë ishte shah. Unë do ta them me një shembull që ta bën të qartë që çfarë ishte ajo që quhesh si disidencë shqiptare. Disidencë nuk ishte disidencë. Kjo rebelimi jon ishte brenda një tanësie që të çohte drejt komunizmit, që shërbente komunizmit. Përfturon një anije të madhe, një Titanic që po udhton, dhe flamuri që ngrehet në bordin e anijes tregon që po udhton në drejt veriut. Ndërkohë, Titaniku ka një swimming pool. Dhe aty në swimming pool ti hedh një vark dhe fillon të notosh me vark, të japesh varkës mrena swimming poolit të Titanikut, që po shkon drejt veriut. Dhe ti thu, shiko, unë do bëj një akt rebel. Unë nuk do shkoj me vark drejt veriut, unë do udhtoj drejt jugut. Dhe ti harron, dakord, ti je duke bërë një akt rebel, po ti harron që je mrena një anije të madhe që është duke shku drejt veriut. Kështu që akti jot është një akt brenda një sistemit. Megjithatë prap, ajo kishte efektin e vet. Prap se prap.
por në kushtet e Shqipërisë nuk mund të kërkosh më tepër, se mos harrojmë në Shqipëri në 87 janë pushkatuar 2 njerëz vetëm për poezi. Bloshme bashkë me Lekën janë pushkatuar. Është varr dikush një tjetër, një poet në 89-ën. Dhe më thanë, dënimi ishe jesër në egër. Mirë, por çuditërisht dënimi nuk vitej në majat e partisë. Ironia më madhe ishte që ishin këto vigjilentët nga poshtë që paditëshin të paret. Në vendet diktatoriale është sistemi piramidal është pak i ngatruar. Ngaherë janë ato baza, ngaherë, ajo që është baza, është ngaherë ma vigjilente, ma indoktrinume se sa numër 1. Kështu që nuk është gjithmonë që është nga lart poshtë, por njerëzit nga që janë tru shplar dhe ato arrin në një shkallë të tillë që ai që është ma poshtë, ai do të qenë ma i zellshëm se sa ai që është lart. Nga 87 vetë këto vigjilentët e kuptuan që partia është duke kërkuar një hapje. Është duke kërkuar një imazh tjetër për t'ia shit botës, që nuk është Shqipëria si që mendoni ju, që është staliniste, që është rrethuar, është izoluar. Kështu që ishte interesuar sepse rizorset ekonomike të Shqipërisë ishin duke marru, ndërkohë komunizmi në rang botror ishte diskredituar, ngjarjet në Poloni ishin duke e trondit sistemin komunist. Papa i Romës, John Paul II, kishte një autoritet jashtëzakonshëm kundër komunizmit, dhe pastaj edhe vendet e tjera, gjithë vendet e tjera, edhe Rumania, që Shqipëria ishte vendi më i ngjashëm me Rumaninë, Rumania shkoi deri në atë shkallë sa të vrisë udhëheqësin e vet. Dhe kishte një lloj friget nga vetë udhëheqësit e sistemit komunist dhe ishin vetë interesuar për t'i paraqit një fytyrë tjetër, fytyrën e liberalizimit. Retorika vazhdo të t'ishte, ne nuk lejojmë devijime, ne nuk lejojmë, por ne kuptoshim që nga njerë ishin udhëheqësi kur fliste, Ramiz Alia, ne kuptoshim kur fliste se ishe detyruar për të folë, kurse nga ana tjetër ne kuptoshim që vetë atij i pëlqente që të kishte po për ta thënë, nuk guxonte ta thotë asaj. Do të thënë ishte një lojë siç është sistemi diktatoriale që fshe një hipokrizi të madhe. Çdo gjë bëhet shumë me sikur nuk e di. Do të thënë ka ato kodet e veta të pashprehura, por që ti duhet t'i kuptosh, janë në ajër ato. Për shembull në publicistikën politike të gazetave të përditshme. Gazetat ishin gazeta politike, ishte Zani i Popullit që ishte organi i Komitetit Qendror të Partisë, ishte Bashkimi që ishte organi i masave i tyne sindikatave që quhen, bashkimet profesionale, Zani i Rinisë i Komitetit Qendror të Rinisë, ishin gazeta politike. Gazeta Drita ishte vetme që ishte organi i lidhjes shkrimtarëve që nuk ishte direkt angazhuar. Kështu që këto gazeta kishin një strukturë të veçantë. Ka qenë padyshim se problemet ideologjike që shtohet partia për letërsinë dhe për artet botoheshin në rrallpart e Gazeta Drita. Deri në 80 ka pas periudha, Shqipëria ka kështu gollet e veta, në periudhat më të errta Gazeta Drita ka luajtur rol negativ për të diskredituar shkrimtarët me gabime ideologjike. Për shembull, një poezi e imja është kritikuar në 1973 në gazetën Zëri i Rinisë me këtë titull: 8 vargje, 8 gabime ideologjike. Dhe ajo ishte si një decibao, do të thënë një faqe gazet për të shah në pikpamje ideologjike një poezi time që ishte poezi kotit. Kinemaja ishte e përcaktuar, kinemaja kontrollohesh direkt. Nëse bash në kritik,
vinte gjithmonë udhëzimi nga Ramizalia ose nga Komiteti Qendror, që për këtë film të bëhet kritik. Do të thënë, kritikat bashkën vetëm kur ishin të imponume nga lart. Kur shifshe një film të bukur, që kishte devime, ne gëzoheshim. Thoshim shqyqysh që doli ky film. Dhe me njerë pasaj, në qofë se vinte urdhne që të bajnë, dhe ne shkrimet nuk i bashkëm me kundër kritikës. Por si të ishin shkrimet, dhe ato të kinema sillshin, ato kritiket e kinema sillshin, sillshin të Gazeta e Drita, dhe Gazeta e Drita ishte detyruar që t'i botonte. Atë që kanë qenë filmat përgjysmoshin me Gërshan, sepse ka qenë një, kur delte filmi për herë të parë ishte një kinema, sallë kinemajet në blok. Dhe vinte Enver Hoxha dhe antarët e Büros Politike dhe shifnin filmin. Dhe në verë thotë për shembull, ç'është kjo skenë? Dhe me njëra ajo duhet të zhdukësh skena, pritesh. Do të thënë filmi shfaqesh në atë sallën e famshme dhe aty kontrollosh skenë për skenë. Dhe ishte një kontroll i jashtëzakonshëm. Filmi 1 dhe piktura 2, edhe piktura është e famshme kjo shpreha Abdurrahim Buzës. Abdurrahimi ishte plak. Kishte njoh personalisht piktorët e mëdhenj të Francës. Dhe thote Abdurrahimi i ati, kujtimi thote kur e çon veprën e vet tek ekspozita e merr vesh tan Tirana. Pse? Se duke pas një pikturë kaq të madhe, ai do të i duhesh të merrte një karrocë që ta çonte. Kurse unë thote baj piktura të vogla, format vogël, 30 me 40, dhe fus poshtë palltos. Dhe shkoj atje, nëse ato ma kthejnë, unë fus prapë poshtë palltos dhe duke merr vesh as kush.